3 janë prokurorët e Spakut që janë atashuar në prokurorin e Vlorës dhe do të hetojnë krime zgjedhore. Ata janë pjesë e grupit prej 38 personash të drejtësisë dhe jo vetëm që do të monitorojnë dhe hetojnë të gjitha parregullësitë apo tentativat që mund të ndodhin me shitblerjen e votës apo presionin e administratës. Në krye të këtij operacioni është vetë kryeprokurori i rrethit të Vlorës, Erion Shqari. Janë 3 prokurorët e Spakut që janë atashuar tani pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë. Ata kanë marrë një zyrë të posaçme në godinën që gjendet pas meje për të ndjekur të gjithë mbarvajtjen e procesit të fushatës, procesit zgjedhor dhe denoncimeve të mundshme që mund të vinë nga kandidatët, subjektet politike apo edhe nga qytetarët. Fokusi është tek shitblerja e votës, nëse do të ketë denoncime të tilla, apo edhe tek presioni që mund të bëhet ndaj administratës. Veç 3 prokurorëve të Spakut janë angazhuar në këtë fushat për të monitoruar fushatën zgjedhore, por edhe zgjedhjet, edhe specialistë të Byros Kombëtare të Hetimit, prokuror të Vlorës të kryesuar nga kryeprokurori i rrethit, por gjithashtu edhe struktura të tjera, të cilat do të bëjnë të mundur mbajtjen shënim të çdo parregullësie dhe referimin e tyre më pas nëse do të ketë shkelje për ndjekje penale. Burime pranë grupit të ngritur të Task Force-s në prokurorin e Vlorës bëjnë me dije për televizionin 6+ një Vlora se deri më tani nuk ka asnjë denoncim të regjistruar, por gjithsesi 38 anëtarët e kësaj Task Force janë në krye të punës për të marrë çdo denoncim e për të ndjekur atë hapasapi. Nga blerja e votës e deri tek administrata, të gjitha çështjet që lidhen me kodin zgjedhor do të hetohen në mënyrë unanime dhe në mënyrë më të rregullt, me qëllim që të shikohet çdo rast i paprecedent që mund të vijë. Spak, prokurorët e Vlorës, oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit janë tashmë në prokurorinë e Vlorës që nga 11 prilli për këtë superstrukturë në drejtimin e të cilës do të mund të bëhet lufta ndaj krimeve zgjedhore. Kjo strukturë do të kryqëzojë informacionin me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke marrë edhe në terren ankesat e partive apo kandidatëve, të dhënat që gjenden në rrjetet sociale apo media, që do të përfundojnë kështu pranë prokurorëve të kompetencës përkatëse, me qëllim luftimin e palishmërisë në kohë reale.